Me sa kemi dëgjuar, ka një tentativ për ta përmbyllur procesin në datë 12 janar, pra vetëm pas 3 ditësh, me qëllim që mblidhet komisioni i posaçëm parlamentar, i cili në gjykimin tim nuk mund mblidhet dot sepse Kuvendi nuk ka nisur akoma sesionin e ri parlamentar. 12 janar do të jetë gati drafti? Kështu pretendojmë të anafatet që i ka vendosur vetes mazhoranca. Ne do të punojmë në mënyrë intensive, do të përgjigjemi çdo kërkesë për mbledhje. Kemi propozuar ta nisnim punën që në 2 janar të 2016, na u tha duam ca ditë pushim dhe nisim në datë 4. Ne jemi në dispozicion për të kontribuar për realizimin e reformës drejtësi në çdo moment të ditës dhe të natës. Do të jemi në punë për të përmbyllur draftin. Nëse do të arrihet të përmbyllet në datën 12 janar, është që shumë pozitive, por unë gjykoj që koha nuk duhet të na nxitoj për të dhënë zgjidhje të gabuara. Duhet të udhëhiqemi nga parimi për të bërë një punë të mirë dhe jo një punë në kohë të shpejtë.